Live në këto momente me kryedemokratin Sali Berisha në një bashkëbisedi me qytetarët në rrjetet sociale. Do ditë më shumë si një narkodiktator për të cilin ligjet dhe kushtetuta e vendit janë një letër e vdekur. Libri i Kuqi Edi Rams është 750 faqe aktakuz për 523 vepra kriminale. Është de facto trajtimi i Shqipërisë nga Edi Rama si çiflik familjar dhe dorëzimi i këtij çifliku në duart e mafjes shqiptare dhe botërore. Kur ndonjëherë një qeveritar nuk do mund të guxonte as të imagjinonte të vepronte në këtë mënyrë, përveç këtij bastardi që me mendësinë e bllokmenëve hoxhis që u përket, beson dhe mendon se ai në Shqipëri është mbi kushtetutet, mbi ligjet, mbi urbanistikën, mbi pronën, mbi mjedisin dhe ka synim më kryesor miliardat e tij. Natyrisht, ky është një aktakuz që atë do ta ndjek gjithë jetën dhe përfaqësuesit e protestës e kanë dorëzuar në prokurori akuzën e tyre, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do ta dorëzojë së shpejti, por në prokurori një akt akuzë mbi të gjitha veprat penale të kësaj dosje. Të dashur miq, në Shqipëri skandali dhe super skandali zënë njëri tjetrin. Në mënyrë të papritur, antikushtetuese, absolutisht antikushtetuese, Edi Rama merr nga fondi rezervi i qeverisë, krijimi i cilit bazohet në nene të qarta të kushtetutës së Shqipërisë. Dhe ky fond që është besuar atij për ta përdorur për emergjenca, urgjenca dhe raste tepër të veçanta. Këtë fond Edi Rama e ndan me Kanye West, një këngëtar i mirënjohur, vetëm e vetëm për lobingje të tij. Ky është një krim antikushtetues. Në asnjë rrethant dhe në asnjë rast, një koncerti privat nuk mund të jipeshin parat e emergjencave të një vendi apo parat e rezervës së Këshillit të Ministrave. Këtë e bën vetëm ai që nuk pyet për kushtetut. Vetëm ai që nuk ka asnjë interes të shtetit ligjor apo interes kombëtar, ka vetëm interesa personale. Me një grush servil është inkriminuar ministra, të cilët s'duhet pranonin kur të bëshin bashkautor në këtë krim. Por veç të dashur qytetar ju rikujtoj se ky po në një akt totalisht antikushtetues, antiligjor, në një krim të shëmtuar,
pagohu në maj të vitit 2025 7 milion euro organizatës private Giro d'Italia për të zhvilluar garën në Shqipëri në mënyrë që të ndihmojë në zgjedhje Edi Ramën. Me këtë duhet të them se përsëri ky është një padrino, një ramaduro që nuk tje ligj as kushtetut të këtij vendi përveç kontove bankare dhe interesave të tij. Së fundi, duhet të them dhe dy fjalë. Samiti Ankaras i NATO-s në vlerësimin tim është një nga samitet më të suksesshëm në historinë e aleancës. Dhe ishte një samit vërtet historik për arritjet transformuese për aleancën e Atlantikut të Veriut. I vetmi vend që u përfaqësua aty në mënyrën më qesharake, më të padej, ishte Shqipëria. Sepse padrinoja i Shqipërisë me eksibicionizmin e tij të papërmbajtur mendoi se në samitin më serioz të planetit mund të shkohet me atletet e basketbollistit. Nuk kam asgjë për atletët, por ato janë për evente sportive, kurse në ata summit, vetëm ai që nuk ka mend, vetëm ai që është torollak, vetëm ai që është i smur dhe nuk kontrollon eksibicionizmin e tij, mund të bëjë një akt të tillë. Ai personalisht mori atë që meritonte, e damkosën, si shakaxhi, si hokatar dhe servil mediat më të mëdha të botës. Por Shqipërisë nuk mund të them se nuk i mbeti turpi i përfaqësimit nga një individ si ky, i cili si kundër thyen pushtetut në vendit të tij, shkel rregullat e hekurta të protokolleve ndërkombëtare, duke harruar se ato janë rregulla për të demonstruar respektin, për të demonstruar seriozitetin për ata që ti përfaqëson dhe ndaj atyre që ti takon. Ato nuk janë vullnetarizma, janë që të gjitha dhe janë shekullore. Po, kur hyn ai që s'meriton s'po e prish gojën, aty ku s'duhet, pastaj priten gjëra të tilla. Sidoqoftë e rëndësishme është protesta, revolta paqësore e fuqishme e qytetarëve që qëndron e pamposhtur dhe e jashtëzakonshme. Sot ftoj të gjithë qytetarët të bashkohen në një protestë të fuqishme, tërësisht ndaj akteve të përsëritura recidiviste të Edi Ramës dhe qeverisë tij, por e vërteta është se pagesa 4 milion për Kanye West është një fyrje, është një injorim i tmerrshëm për shqiptarët dhe ata qindra mijëra qytetarë që janë në protestë kundër tij. Faleminderit.
Nisim me pyetjet, doktor. Alban Imeri, sekretari i Shtetit të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ka bërë një kablogram për ambasadat amerikane ku kërkon informacione për organizatat e majta ekstreme. Gjithashtu janë bërë ftesa për 60 zyrtarë të lartë për një takim në SBA në lidhje me këtë rrymë të majt ekstreme. Si e komentoni ju? Unë jam i bindur dhe kam qenë i bindur se ekstremizmi majt është një nga rreziqet më madhore të kohës. E kam theksuar edhe radhën e fundit ose të parafundit. Kam treguar rastin se gjatë kohës në diktaturë komuniste Enver Hoxha u nda nga të gjitha vendet ish komuniste se i quajti ato revizioniste. Dhe këtu në Shqipëri na vini njëri mas tjetri delegacione të ekstremizmit të majt partive marksiste-leniniste. Këto vinin dhe mbanin fjalime. Më kujtoj se si na thonin se lirin që keni ju nuk e ka kush në botë. Se Meksikanta apo Amerikanta apo Belgët apo Francez duhet marrin, duhet frymëzohen nga ju. Po këto ishin një numër i kufizuar partisë marksiste-leniniste që kishin epiqendër Pekinin dhe pastaj Tiranën. Në fakt, disa prej tyre kishin dhe lvizje të armatosura gorile. Mirë po, pas rënjes perdes hekurt, me financimet e George Soros në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në dhjetra vende të botës u krijuan me qindra mijëra organizatat të quajtura të shoqërisë civile që të gjitha ekstrem i majt. Dhe ato, si në Shqipëri dhe kudo që janë, përbëjnë një rrezik dhe kërcënim serioz për demokracinë, paqen në këto vende. Këto organizata gjatë në çdo kohë janë të gatshme për motive ideologjike të marrin aksione dhe veprime antikushtetuese, antiligjore. Këto organizata kontrollojnë media në shumicë, censurojnë, përdorin censurën, përdorin llogaritë e rreme, përdorin hienat. Po lexoja para 3 ditësh një shkrim të një analizë të një gazete, e cila në tërësi nuk është dashamirëse ndaj Partisë Demokratike, por tregonte se si kampion të hienave anonime kundër Sali Berishës ishin shërbëtorët e Edi Ramës, Miero dhe Bolino, me emra të ndryshëm, etj. Pra, në tërësi, ekstremizmi i majt përbën një rrezik serioz për shoqëritë e lira dhe vlerat e demokracisë. Besnik Rama, doktor Berisha, vazhdoni ngrini zërin për hallet e njerëzve, bëni kallëzim në SPAK ndaj skandaleve të kësaj qeverie. I dashur Besnik, faleminderit për pyetjen, por të garantoj që janë me dhjetra denoncime. Jo një,
me 10 besnik. Por hirës vërtet edhe Ballukun e kemi denoncuar, ndonë se ata pretendojnë që kanë filluar vetë kryesisht dhe nuk e përjashtoj këtë mundësi, sepse ne nuk kemi ditë që kanë filluar, ne kemi bërë detyrën tonë, kemi denoncuar. Nuk ka një akt, nuk ka një skandal që ne të mos e kemi denoncuar. Janë me 10, por ato nuk preken. Ato janë turshi. Kjo është një drejtësi e kontrolluar, besnik. E kontrolluar tërësisht nga Edi Rama. Kjo drejtësi funksionon sipas urdhrave të tij, të shtyp pluralizmin dhe të mbroj për fatin më të keq zinxhirin e pafund të vjedhjeve dhe skandaleve të Edi Ramës. T'jap një shembull, besnik. Është bërë famoze në botë dosja e Arubës, besoj se e ke ndëgjuar, ku përfaqësues të qeverisë në atë ishull të Karajibëve u takuan me përfaqësuesit e karteleve të drogës dhe kishin marrë me vete biznismen shqiptar, ku do arrijej marrëveshja për ndërtimin e gataçeleve. Tani çfarë ndodh? Pasi dosjen Aruba, Spanja dhe Belgjika e sollën në Shqipëri, Prokuroria e partisë ka publikuar emrat e biznismenëve dhe emrat e trafikantëve të takuar në Aruba, por nuk ka publikuar emrat e qeveritarëve që ishin aty, që në fund të fundit ata përfaqësojnë më të zezën e asaj dosje. Pse? Sa ata janë dëshmi flagrante e narkoshtetit, e shtetit që bashkëpunon me kartelet e drogës dhe që lanë paratë e tyre. Ata prokuroria i mban sekret. Ndër të tjera, kemi dërguar mbi 43 dosje krimi elektoral. Vetëm 2 janë shqyrtuar. Se për prokurorin politike nuk është krim të paguar 7 milion euro organizatës private Giro d'Italia ditën e votimit dhe një ditë para votimit. Besnik, po t'jap vetëm një shembull këtu. Ka ndodhur në vitin, në mos gaboj vitin 2011 apo 2012, një shqiptare, një ere, Elhajda Dani, fitoi Voice of Italia. Ishte një arritje shumë prestigjioze për një shqiptare. Ministri i kulturës të asaj kohe, asaj dhe maestros së saj Korçante, i dërgon një ftesë ku do jipte një dekorat presidenti i Republikës, të dyve për nderin që i bën me sukses të tyre Shqipërisë. Ministri i Kulturës i kërkon një biznismenit të sponsorizojnë biletat dhe qëndrimin në Tiranë 4.600 euro. 4.600 euro. Ky është biznismeni Fatmir Bektashi. Fatmir Bektashi e sponsorizon këtë. Dhe me qenë se Sali Berisha u jep një drek apo një darkë, s'maj me në natyre të dyve, për t'i nderuar, Fatmir Bektashi dhe Sali Berisha janë akuzuar për korrupsion pasiv. Pa çka se unë si kam kërkuar kur Fatmir Bektashi të jap 100 darkë për njëri. Kurse Edi Rama
Në shkelje flagrantet në endit 101-102 të Kushtetutës Shqipërisë, jep 7 milion euro Giro d'Italia, organizatë private që të vinë dhe të bëjnë reklam për Edi Ramën ditën e votimit dhe një ditë para votimit. Dhe jep 4.3 milion euro biletat munguara këngëtarit Kanye West. Të gjitha në kundërshtim me Kushtetutën, por për prokurorin politike këto janë normale, sa ai është lider i tyre dhe ata i përkas në asaj partije. Faleminderit. Fatmir Myrta, SPAK e akuzoi Belinda Ballukun për korrupsion, por edhe pse Edi Rama e bllokoi për arrestimin e saj herën e kaluar, SPAK me akuzë për korrupsion nuk kërkon sërish heqje imuniteti. Apo vijon SPAK të jetë ndikuar nga Edi Rama? Totalisht i kontrolluar nga Edi Rama. Është nga alfa tek omega i dashur mik i kontrolluar nga Edi Rama. Dosjet aty për qeveritarët janë me dhjetra dhe qindra. Dosje Sad Ballukut janë dosja e Olta Xhaçkës, të Olsi Ramës, të Pirro Vengut, e të dhjetra hajdutëve të tjerë. Por, si që keni paju, po shkohet drejtë zvoglimit të akuzave ndaj atyre që janë të arrestuar dhe blokimit të akuzave ndaj të tjerëve. Po provohet ajo që ne kemi thënë në kohë, se SKAP-i është një seksion apo një organizat, një seksion juridik i Partisë Socialiste apo organizate saj. Kjo është e vërteta. Kjo është e vërteta. Shoqëri Mërtollari. Doktor, përshëndetje. Euro po prek nivele gjithnjë e më të ulta dhe kursimet e shqiptarëve, veçanërisht ato të emigrantëve, po zhvlerësohen si kripa në ujë. Çfarë duhet bërë menjëherë për ta përmirësuar situatën? Cilat masa konkrete ekonomike, fiskale dhe monetare do ndërmarrë Partia Demokratike kur të vinë në pushtet, për të mbrojtur kursimet, për të mbështetur eksportet dhe për të ringritur ekonominë? I dashur shoqëri, falenderoj për pyetjen. Kjo dramë të mërshme që ndodh në Shqipëri me eurot ka si shkak kryesor narko-eurot që futen në Shqipëri me gjemi, kontejner. Ju e dini, shoqëri, që unë denoncova para 3 javësh shkarkimin e 3 kontejnerve plot me euro me vinç, ngarkesa shumë të mëdha, dhe që shkuan në destinacionin e tyre pa u hyrë ferran kam. Këto narko-euro kanë hedhë për tokë euron e tregut, normal. Dhe aq e vërtet është kjo, sa që vitin e kaluar, Banka e Shqipërisë, duke tentuar për një mbrojtje të ka blerë 1 miliard euro. Imagjinoni sa lek janë hedhur në treg për të blerë 1 miliard euro. Dhe euro jo vetëm që s'është zhvlerësuar, nuk është vlerësuar, por ka vazhduar zhvlerësimin dhe sot shkëmbehet më pa vlerë sa asnjëherë me 93-94 lek. Kushti i gjitha kushteve është vetëm një: ndërprerja e të gjitha flukseve ilegale të parave në Shqipëri, duke kontrolluar me rigorozitet çdo investim. Të garantoj se që në atë moment
parat do të myken se i kanë fut në dhe, i kanë fut në tokë. Kjo është e vërteta. Por do u kalben dhe myken aty dhe në treg nuk do të dalin dot. Por kjo është politik, shoqëri. Kjo është politik që ndjek qeveria. Prandaj dhe dërgoj ministrat dhe përfaqësues në Aruba. Sillni miliardat, të ndërtoni, të shkatroni me to qindra mijëra vende pune, sepse eksportet falimentojnë. Në qoftë se euro gjatë 10 viteve është zhvlerësuar me 32%, janë shumë të pakta ato eksporte që mund të operojnë, se nuk i kanë fitimin kaq. Pra, është ndrua në një piramidë ndërtimi ku krahas ndërtimeve rriten çmimet, jo vetëm ndërtimit, po gjitha çmimet tjera, dhe Shqipëria në raport me të ardhurat e qytetarëve është qyteti Tirana, është qyteti i dytë më i kushtueshëm në Europë. Më i kushtueshëm në Europë. Kjo është ajo rezultati i politikës narkopolitikës e Edi Ramës. Dejona Ruka, përshëndetje doktor. Albanian Files tregon jo vetëm delirin e madhështisë e Edi Ramës, por edhe rolin e arkitektëve dhe studiove të huaja në projektet e tij. A mendoni se përmes këtyre projekteve dhe kontratave Rama ka tentuar të blej ndikim, mbështetje dhe lidhje ndërkombëtare? Funde krye vetëm ajo është një nga qëllimet e atyre projekteve. Natyrisht do të kemi të qartë. Në çdo projekt Edi Rama ka përqindjen e tij shumë të lartë. Në çdo projekt. Por krahas kësaj, siç e shihni ju, ai nëpërmjet atyre studiove ka bler influencë kolosale politike. Ndaj edhe ne po kërkojmë. Ne kemi respekt për çdo arkitekt, urbanist, studio e tjerë, por në këtë rast ne do kërkojmë hetim ndërkombëtar për transanksionet e këtyre studiove me projektet e librit të kuq. Ato transaksione arrin në 1.5-2 miliard euro. Si janë paguar? Me cilat banka, me cilat strajca, me cilët faste. Fatmir Topi, doktor, si do t'ja bëjmë me goditjet e policisë së shtetit për çështje yjesh, se goditjet ndaj krimit organizuar e mbyllën me sukses? Dhe një pyetje, sa yje i jep qeverisë së Ramës ti doktor, se u pa puna këto skandalet në vendin tonë janë bërë aq të shpeshta sapo kthehen në meme dhe humor? E para pyetja e parë dhe njërë? Si do t'ja bëni me goditjet e policisë së shtetit për çështje yjesh? Për çështje? Yjesh, ndoshta për gradat. Pyesh? Yjesh, për gradat e policisë së shtetit. Për gradat. Tani, s'pari njëherë mendoj se policia e shtetit duhet të dekriminalizohet. Piramida e policisë shtetit është merësisht e kriminalizuar, drejtuesit e saj kryesor janë lejtnant të karteleve më të rrezikshme të drogës, të troplinëve dhe çelajve e të tjerë. Kështu që hapi i parë dhe mbi të gjithë do të jetë dekriminalizimi i policisë së shtetit. Pastaj unë kam besim të plot në vullnetin, dëshirën, trimërinë, guximin, profesionalizmin e dhjetra dhe qindra punojësve të policisë të gatshëm për të zbatuar ligjet e këtij vendi. Tjetra. Atëherë, ideja ishte që policia do të hetojë njerëzit që vlerësojnë me një yll hotelet dhe nuk u bëjnë review të mira. Dhe kjo është ka qenë një problem. Vlerësimet me yje nuk i ka policia, i bën
i bën një agjensi tjetër, por që të gjithë janë ansambli i korrupsionit. Kjo është e vërteta. Ludovik Tetaj, përshëndetje doktor Berisha, ku ka arritur vjedhja apo përdorimi taksave tona sa t'i kaloi ky pervers 4 milion euro një nazisti për një koncert privat, më mirë një generator për pediatrin që nuk kishin drita dje, dhe një herë përshëndetje doktor. Faleminderit. Kjo është një dëshmi flagrante se si Edi Rama taksat e qytetarëve i konsideron si para të portofolit apo të llogarive të tij. Por Ludovik, duhet që të informoj se siç ka firmosur për t'i paguar 4 milion bileta Kanye West, Edi Rama ka firmosur për të grabitur, se s'dihet si i ndajnë paret në këtë rast, për të grabitur në aeroport në Vlorës çdo vit 10 milion biletat munguara. Sipas kontratës që ka firmosur, qeveria shqiptare do i paguaj kompanisë 10 milion euro biletat munguara, të cilat natyrisht do ndahen midis Edi Ramës dhe sojt të tij. Renato Zanaj, përshëndetje doktor, si ka mundësi që turizmi në Shqipëri nuk po materializon dot dhe të kthej në të mirë të vendit këto çmimet e larta? Çfarë mund të bëjë Partia Demokratike për të ndryshuar këtë situatë? Turizmi në Shqipëri mori një goditje shumë të rëndë, i nderuar zotëri, nga narko euro. Turisti që më parë kthente euron me 140 lek apo 135 lek, sot e kthen atë me 93 lek. Pra, për atë Shqipëria nuk është më asnjë vend interesant për ta vizituar. Dhe këtu është një nga shkaqet më kryesore. Pa diskutim që normalizimi i vlerës së euros është kusht themelor për normalizimin e turizmit. Së dyti, po këtu betejë dhe lufta kundër krimit të organizuar dhe pushtuesve të bregut nga trafikant që kanë miliardat groposura, edhe ky do t'jap një përgjigje shumë të mirë dhe do të normalizojë turizmin në Shqipëri. Ju keni shumë të drejtë. Edi Rama mashtron dhe trillon. Janë, thot, 12 milion, janë kaq, janë aq. Po të them një statistikun ju. Turistët në Shqipëri, ata që numëron Edi Rama, kanë gjithsejt 0,6, nuk kanë një natë fjetje, kanë gjysmë natë fjetje në Shqipëri. Në një kohë kur 2 milion turist në Malnezi, kanë 8 milion net fjetje. Në një kohë kur 20 milion turist në Kroaci, regjistrojnë 110 milion net fjetje. Dy pyetje për reformën territoriale. Përse bashkit kanë ende nevojë për 1,5 miliard euro nga qeveria qendrore për të kryer funksionet e tyre bazë? Dhe dyta, nëse decentralizimi ishte qëllimi i reformës territoriale, pse çdo zgjidhje kalon përsëri nga kryeministri, ministrit dhe Fondi Shqiptar i Zhvillimit e ju nga vetë bashkit? 1,5 miliard euro janë fondi që Edi Rama ka përcaktuar për zgjedhjet lokale. Është fond elektoral që don ta ndajë dhe ta vjedhë së bashku me bashkiakët e vet.
është një akt i shëmtuar në prag të fushatës elektorale. Geraldi pyet, përshëndetje doktor, çfarë do të bëhet me Partinë Demokratike? Do të dalë në protestë sikur ka dalë më parë, apo do ta lejmë këtë që të dalë të ketë vetëm fjalime, kërcënime në bulevard, asgjë tjetër? Kjo është një pyetje. Tani, Gerald, ju keni të drejtë. Partia Demokratike ishte në protesta periodike, ciklike. Do më thënë, ne me datën 8 qershor do thrisnim protestën e radhës. Por ndodhi kjo protestë rinore qytetare dhe ne nuk donim të bënim karshillek. Kjo ishte protestë jo e thirrur nga ne, por kjo protestë, siç e ke konstatuar dhe ju, në formulimin e formuloj që në fillim 5 kërkesa kryesore, të cilat janë 100% kërkesat tona. Ne kemi kërkuar në mënyrën me protesta dhe në të gjitha format largimin e Edi Ramës dhe qeveri teknike zgjedhjet për të përgatitur zgjedhjet. Kemi kundërshtuar me forcën më të madhe të gjitha ligjet që cenojnë trashëgiminë kulturore të vendit dhe i kemi çuar në gjykatë kushtetuese. Kemi kundërshtuar me forcën më të madhe të gjitha ligjet që dëmtojnë mjedisin dhe i kemi çuar në gjykatë kushtetuese. Kemi kundërshtuar disa herë ligjin e korporatës së investimeve dhe ligjet e tjera të klienteles të Edi Ramës. Ndaj dhe ne mbështesim fuqishëm protestën. Pavarësisht, ju keni dëgjuar në protestë hidhen slogane kundra nesh. Këto janë slogane të opozitë, të vërtetuara, kjo që të them, të vërtetuara ta dishte. Këto i hedhin opozita e opozitës, e cila është një vegël e verbër e qeverisë, dhe ju garantoj që nuk bën gjë tjetër veç se përpiqet në çdo rast të ndihmoj Edi Ramën. Sepse të krahasosh pa krahasueshmet, ti punon kundër vetes tënde. Po marrim vetëm disa nga momentet. Sali Berisha thonë ka qenë në pushtet 30 vite. Kam qenë në pushtet 13 vite. Kam qenë opozit dhe jashtë politikës të gjithë kohën tjetër. Por, prit, gjatë këtyre viteve, është votuar si kryetar partije për kohën që jashtë, kur nuk ka qenë, të paktën minimumi 5 ose 6 herë. Gjatë këtyre viteve, gjatë vitit 2013, kur është larguar nga pushteti, ka ndodhur 4 rotacione politike. Nuk po merrem me të tjerat. Banon në një apartament 40 metër më të madh se sa ai që kam patur në diktaturë. U bën 2 vetime më të fuqishme që janë bërë njeriu. Njëri nga armiqtë e mi më të egër, dumante Edi Ramës, dhe tjetri vetim ndërkombëtar për shkaqe të njohura tani. Që të dyja nxorën se Sali Berisha kishte gjithsej apartamentin e tij dhe 100.000 euro kursimet punës 54 vjeçare bashkë me bashkëshortën e tij, dhe se fëmijët e tij nuk kishin shkelur ndonjëherë ligjin. Pra, ata që bëjnë këto krahasime, krahasojnë të pakrahasueshmet dhe i shërbejnë vetëm qeverisë. Ndaj dhe ne vendosim që pavarësisht nga këto, antarë dhe mbështetësit tanë të marrin pjesë masivisht në protestë. Ndaj dhe ne, pavarësisht nga këto, ne nuk polemizojmë. Ne i dim se kush janë.
I dim dhe mënyrën se si e organizojnë, s'ka rëndësi fare. Ne nuk polemizojmë me ta sepse nuk duhem të shpërqendrojmë vëmendjen nga kjo protest madhështore. Dhe pavarësisht nga kjo, ne kemi bërë avokatin ndërkombëtare më të fuqishme që mund ta ketë bërë njeri dhe janë miratuar rezoluta nga Partia Popullore Europiane, që është partia më e fuqishme politike e qeverisë Europën në mbështetjet protestë dhe do ta bëjmë këtë sepse e konsiderojmë atë lëvizjen rinore qytetare më madhështore, më të fuqishme, më të rëndësishme të 30 pas asaj që përmbysi diktaturën komuniste. Kjo lëvizje po përballet me më të keqen e diktaturave, diktaturën e banditëve, diktaturën e padrinos. Ndaj dhe çdo shqiptar duhet ta mbështes pa asnjë rezervë. Bulent Tupi, përshëndetje doktor, nëse rilindja urbane ishte sukses historik, kjo në thojza, pse pas 13 vitesh duhet një rilindje 2.0 për të zgjidhur të njëjtat probleme? Rilindja urbane u vodhen 3.2 miliard euro. 61 sheshe, se u kisha dha një shifër të gabuar më parë, 61 sheshe të qytetave dhe qyteteve të Shqipërisë kanë kushtuar 3.2 miliard euro në një kohë që në mënyrë absolute në të gjitha variantet ato nuk mund të shkojnë kurrë në shumë se 450 milion euro maksimumi i të gjitha. Rasa guri të nxjerra në Berat apo të nxjerra aty dhe këtu dhe të shtrura në qytete. Kjo është gjëja më e pa imagjinueshme. Por tani nuk Oreksi vjen duke ngrënë. Tani duhet të vjedhin për të fut kapllot. Edhe po të garantoj që do jenë dhe 2 miliard euro tjerë, se kështu e nis me 1.5 dhe përfundon me 2 miliard. Ky do të gropos, do të plaçkis bashkë me bashkiakët e tij dhe këte 2 miliard, 1.5 miliard janë elektorale se po fillojnë zgjedhjet lokale. Kemi dy pyetje të ndryshme nga Elio Borni. Doktor, sipas jush, kush do të fitojë kampionatin botror? Mendoj se për Francën keni një pikë të dobët, por këtë herë cilën kombëtare shihni si favorite? Këto që kanë dalë në çerek finale janë shumë të forta dhe natyrisht absolutisht jam me atë që lot më mirë, por po të fitoj Franca, mirë më vjen. Ndërsa një pyetje rikthehemi tek Partia Demokratike, kur do të zhvillohen zgjedhjet për nënkryetarë dhe sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike nga Këshilli Kombëtar? A ka një afat konkret për përfundimin e strukturimit të drejtimit të partisë? Shumë faleminderit për pyetjen, po, gjysmën e dytë të javës që vjen, me qenë se mua më duhet, kisha normal gjysmën e parë, po më duhet të jem në Bruksel në një aktivitet ndërkombëtar ku mblidhet Internacionala Demokrate e Qendrës, organizata më e madhe e partive politike në botë, në të cilën më duhet të shkoj patjetër, sepse siç e dini, unë jam zgjedhur aty zëdhënës presidenti i saj. Në këtë linjë pyet edhe Toni Ndreu, thot përshëndetje doktor Berisha, besoj se Partia Demokratike do të hap fushatën shumë shpejt me kryesinë e re, a do të ketë primare për kryetarët e bashkive, a do të ketë primare për deputetët që mund të shpallin kandidaturat për bashkitë? Të gjitha këto do i përcaktoj Këshilli i Arshëm Kombëtar në mbledhjet e veta, Tonin. Edhe shumë shpejt do fillohet përgatitja për zgjedhjet lokale. Ndërsa Dritan Haxhia thot përshëndetje doktor, kur do të na vish në Amerikë? Shumë faleminderit Dritan për pyetjen dhe ftesën. Unë do vi në Amerikë. Me ndonjë rast, shpresoj nga vjeshta po të ketë një aktivitet ndërkombëtar ose kombëtar, do vi me kënaqësi të madhe. Kemi dhe një pyetje të fundit. Zoti Berisha, së fundmi gazetarë të kthyer në agent imobiliar po stimulojnë pastrimin e parave në ndërtim bashkë me shoqata ndërtuesish dhe një rrjet portalesh.
A ka dështuar drejtësia të godas fenomenin? Drejtësia natyrisht kur mendon se janë miliarda, kur mendon se këto kulla kanë arritur të paktën 7,8 miliard të gjitha së bashku euro, dhe kur mendon se vetëm 20% e tyre dalin nga llogaritë bankare kurse tjerat nga në ndheu, vetë kuptohet që ato shuma të cilat ka sekuestrua, apo ato pasuri që ka sekuestrua Spaku janë thërrime. Janë thërrime. Unë mund të them ju kaq. Po marrë dursi, po i bie më direkt. Kompania 5D ndërton një hotel më të madhin që kam pa unë, më të lartin dhe më të madhin që kam pa unë në Durrës, Qelq, një hotel në Qelq i të ri, 20 e sa katësh. Shkon, thonë, tek 70-80 milion euro se më shumë. As një qime floku nuk u lëviz dhe hoteli vazhdo ndërtohen pavarësisht se Tivari që gjoja ka të vetën se a i thonë është me Olsiramen, ajo është u burgos për këtë punë. Po kadal u lirue. Një hotel tjetër është tek Shkami Kavajs. Elvis Doçi me Akorin. Elvis Doçi është i lirë. Mbretron në Durrës, bën shantazh njerëzve, kërcënon, pashtu. Dhe hoteli vazhdo ndërtohet. Hoteli Akor nuk e prek kush. Klani Troplin ka në administrim të plot port në Durrësit. Burime. Nga port i thonë sa i paguën Edi Rams 300 milion euro në vit për portin që i ka dhanë. Një Troplin tjetër, ku është emëruar që ta dini ju? Është emëruar në agjensinë e Bregdetit. Po qa që ka ky ka këte? Ky ka gjobën 10.000 euro për çdo pronar që duhet të lëshoj licencën për shezlonget, për zonën e për rërën. Po s'pagove 10.000 euro nuk merr asgjë. 10.000 euro dhe me faleminderit, bile, se po ti është demokrat, thot prit për ti, se ti e... Po edhe socialistët çfarë të gjithë detyrohen të paguajnë. Imagjinoni ju 400 sa kilometra breg dhe plazh të ndara në mira copa nga 10.000 euro, se sa milion bëjnë ato. Pra, nuk ka janë ato që kontrollojnë hetimin dhe drejtësinë. Këto ishin pyetjet, doktor. Edhe njerë ju përshtes përzemërsisht. Dhe ftesa ime për çdo qytetar. Të bëjmë gjithçka për të shtruar këtë verë në verën e përmbysjes së diktaturës më të keqe që ka Europa sot, në verën e përmbysjes së narkoshtetit, krijimit të një qeverie kujdestare për të përgatitur zgjedhjet e lira, por kjo kërkon nga çdo qytetar të kontribojë me të gjitha mundësitë e tij për suksesin e protestës rinore qytetare të pashembullt
në 35 vite të historisë së këtij vendi, e cila po përballet me diktaturën më të keqe, diktaturën e bandës dhe drogës, dhe që do fitojë. Faleminderit.